për Tiranën. Ti thua që unë sakrifikohem, çdo të sakrifikohem, domethënë pra ti ke bërë vetëm ti ke pas qëllim vetëm mandatin me u bë deputet dhe apo ke një çështje tjetër dhe poruan vetveten. Do mendoj që prap kjo vjen nga mungesa e një sinqeriteti dhe aty duke qenë kjo lloj paqartësie e debatit. Domethënë kjo mungesë sinqeriteti, kjo fshehje nga njëri tjetri e bën këtë situatë shumë vështirë për të shkuar drejt një kandidati që duhet ishte gjëja më e thjeshtë, jo një, po disa, dhe jo tani, po që kur e dije shumë mirë që në momentin që me datë 10 shkurt, kur zoti u arrestua dhe që dije i fundi, ti duhet kishe përgatitur kandidatin dhe platformën për Tiranën. Gjithçka. Sot duhet ishe shpallur, duhet ishe në çdo qytet, në çdo cep të qytetit të Tiranës, domethënë ai njeri që ti kishe projektuar se nuk është se u arrestu dje dhe ti, domethënë po e mendon duhet një javë për ta menduar. Ka 7 muaj shkurt dhe gjithçka duhet ishe përcaktuar si projekt, domethënë për këtë. Unë e kuptoj që zgjedhjet e pjesme janë shpesh herë të vështira, janë për një kohë të shkurtër, zakonisht domethënë në zgjedhjet e pjesme njerëzit bëhen më pragmatistë, shkojnë drejt asaj qeverisë, por unë mendoj që opozita ka shansin të paktën në teorikisht që të gjejë një mënyrë për të dhënë shpresë që ka mundësi të debatojë, që të zgjerojë koalicionin, që tulet dhe me ato që nuk ul para 11 majit, që të heqë ato velin e idesë që unë jam partia madhe dhe nuk toleroj, domethënë nëse ka qëllimin e vërtet që të rrëzoj qeverisin e Ramës, duke nisur nga pushteti lokal dhe po të kemi parasysh Tirana është më e rëndësishme që ka. Unë mendoj që duhet gjej çdo lloj zgjidhje. Pra, por duke ardhur nga kjo pengesë, nga mungesa një platforme që pas 10 shkurtit, me 11 shkurt duhet të fillon ndërtuar këtë njeri, këtë projekt. Ta kishte gati identitetin. Debati pas 11 majit, ka sjell këtë lloj paqartësie dhe jemi sot domethënë dalin emra, dalin që ngjajnë si një shaka shumë e madhe që nuk kanë lidhje fare me platformën, ose nuk kanë ndërtuar një identitet që mund të jenë ata pasuese. Ai që kandidon për Tiranën është një figurë e rëndësishme për opozitën, është një figurë e rëndësishme që më pas, domethënë edhe nga lloji humbjes mund të jetë prapë shumë i rëndësishëm. Pra, jo vetëm nga fitoria e mundshme, që do ta bënte padyshim figurë tërësisht rëndësishme, por edhe nga një humbje dinjitoze mund ta bënte prapë ato njëri me një platformë shumë të mirë për të qenë njëri i rëndësishëm për opozitën. Dhe nga kjo pikpamje unë them që opozita është e çuditshme që është në këtë lloj pike, domethënë do të jetë prapa qeverisë. Qeveria mund të jetë prapa opozita. Opozita do të ketë gjithmonë kandidat, domethënë në raport, edhe mund të jetë e gatshme dhe duhet të jetë e gatshme gjithmonë për zgjedhje dhe për çdo lloj zgjedhje që duhet të vijë. 3 emrat që kanë dalë në media janë jo politik. Ermal Asimja, është Florian Haçkaj, është edhe Edlira Çepani. Pak para se ty jeti në studio, unë kisha një komunikim online me Ermal Asimën, të shkurtër, e pyeta për emrin, është në pritje që të jetë një propozim zyrtar dhe një diskutim ende, më tregoi përshtypjet e miqve, mbështetësve të tij etj, vlerësoi edhe 2 emrat e tjerë, por ti si i ke parë këto 3 emra jo politik që po diskutohen dhe duket se janë njëri prej tyre të paktën deri më tani mund të jetë kandidati i opozitës. Pra jo një emër politik, po një emër nga politika, po jashtë politikës për opozitën. Shiko, për shkak se opozita ka nevojë urgjente për një aleancë me qytetarët, unë mendoj që një emër jashtë Partisë Demokratike që kënaqë edhe kërkesat e aleatëve të vegjël, domethënë bën duke shkuar te matematika, është Dragon Shej 59 është gjithmonë më. Ishte kushti, i kushte kushti. 51 është më e madhe se 49, 52 është më e madhe se 48. Është logjik shumë e thjeshtë. Unë vlerësoj domethënë angazhimin shumë konkret që ka pas Haçkaj me grupin e tij për diasporën, për një zë shumë i rëndësishëm për problematikat që kanë ngritur, dhe Çepani Edlira që është një njeri domethënë i angazhuar me seriozitet në gjithë fushat që ka bërë, por ai që është thellësisht politik është Ermali Asimja. Asimja është një njeri, domethënë që ka mbajtur qendrime të forta politike, përballje politike, një njeri që ka ditur ta përballë veten në skenë, nuk është fshehur, nuk i ka ikur debati. Jo se Haçkaj dhe domethënë Çepani i kanë ikur debati, por po ta shikosh edhe nga qendrimet, edhe nga ajo që ka mbajtur publikisht, domethënë e bën shumë politik Asimin. Domethënë jo vetëm që ka një pranim për këtë raport, por e bën shumë politik dhe e afron edhe më afër asaj që ka nevojë sot opozita, afër të një të djathtë, një koncept të djathtë. Domethënë pra e ka qartësinë të djathës Asimja domethënë ka ligjërim politik, të pastër politik, edhe pse është domethënë duket si distancuar, po nuk di sa mund ta quajmë distancuar.
Ideja që është propozuar jo nga PD-ja dhe mund të bëjë dakord PD-ja është një hap i mirë. Në qoftë se për mua do ishte emër shumë i mirë. Të tre do ishin emra shumë të mirë, pasi do të plotësonte ndoshta një lloj aureole më të fortë të një kandidati që jep premisat e një debati të fortë, të rëndësishëm, që mund të nxjerrë në publik nevojat e një opozite, një të djathtë